Ja një version i zgjeruar dhe më dinamik i tekstit. Brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4, modelja e OnlyFans Bia Khalifa ka shkaktuar një val reagimesh me një deklaratë që askush nuk e priste. Gjatë një bisede të përditshme me Klodianin dhe Hyggerta Sakon, Bia vendosi të zbuloj një detaj të jetës së saj private që menjëherë ndezi kurreshtjen e banorëve dhe publikun jashtë. Ajo tha se është mike e ngushtë me aktorin e njohur botëror të filmave për të rritur, John Sins. Deklarata e saj erdhi pas një paralajmërim, duke krijuar një moment të papritur që ndryshoi atmosferën e bisedës. Me tone të sigurta, Bia tregoi se raporti i tyre shkon përtej një njohje të rastësishme. Unë jam shoqe me Johnny Sins. Pasha zotin, nuk e kam telefonin për të treguar. Unë jam shoqja e ngushtë. Është shumë i famshëm. Këto fjalë mjaftuan që banorët të mbeteshin për disa çaste të shtangur, teksa shikonin njëri tjetrin me habi dhe mosbesim. Reagimet e tyre u pasqyruan menjëherë në mënyrën si ndryshoi atmosfera në dhomë, me pyetje dhe batuta që nisën menjëherë pas deklaratës. Ndërkohë, situata brenda shtëpisë u reflektua menjëherë edhe jashtë saj. Klipi me deklaratën e Bias nisi të qarkulloj me shpejtësi në rrjetet sociale, duke u bërë temë nxehtë diskutimesh. Komentet u ndan mes habis, humorit dhe kuriozitetit, ndërsa shumë përdorues nisën të spekulojnë për natyrën e këtij raporti dhe si mund të ndikojë ai në rrugtimin e saj në Big Brother. Me këtë deklaratë, Bia Khalifa ka arritur edhe një herë të jetë në qendër të vëmendjes, duke dëshmuar se surprizat në Big Brother VIP Kosova 4 sapo kanë filluar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.